Vion skandali, 18 fëmijë nga sperma e dhuruesit danez vdiq njëri para pak kohësh. Edhe autoritetet shëndetësore në Greqi janë më në alarm pas zbulimit se një dhurues danez perme lidhet me 10 raste kanceri tek fëmijë të lindur përmes fekondimit artificial. Sipas të dhënave të fundit nga materiali gjenetik i këtij dhuruesi, kanë lindur gjithsej në Greqi 18 fëmijë, disa prej tyre në të njëjtat familje duke i kaluar kufit e lejuar nga ligji. Sipas dëshmisë së një mjeku tek një prej kanaleve televizive të vendit, një fëmijë moshës mes 5 dhe 10 vjeç ka humbur jetën pak kohë më parë nga kanceri. Ai ishte lindur nga sperma e dhuruesit danez. Familja ishte pjesë e një familje me 3 fëmijë, të gjithë të lindur nga i njëjti dhurues. Por tragjedia vazhdon, pasi edhe një tjetër fëmijë së njëjtës familje është diagnostikuar me kancer dhe po i nënshtrohet trajtimit, ndërsa mjekët nuk shprehen fort optimist për shëndetin e tij. Pas analizave shkencore të veçanta në vend, u konkludua se këta fëmijë mbartnin një mutacion shumë të rrallë në gjenin TP53, i cili rrit ndjeshëm rrezikun për forma agresive të kancerit në moshë të vogël. Mutacioni nuk ishte zbuluar gjatë kontrolleve fillestare të dhuruesit, pasi ishte i pranishëm vetëm në një pjesë të spermatozoidëve të tij. Siç është bërë me dije, rasti nuk kufizohet vetëm në Greqi. Në mbar Europën, i njëjti dhurues danez rezulton të ketë sjellë në jetë të paktën 197 fëmijë në 14 vende përmes 10 klinikave të fertilitetit. Deri tani 77 fëmijë janë testuar dhe 25 prej tyre janë mbartës të mutacionit, ndërsa disa kanë ndëruar jetë në moshë shumë të ershme. Ekspertët flasin për një dështim të thellë të sistemit, mungesë koordinimi mes vendeve të Bashkimit Evropian, ligje të ndryshme për kufirin e dhurimeve dhe një industri shumë fitimprurse, por me mbikëqyrje të dobët. Rasti ka hapur një debat të fortë në nivel evropian për nevojën e një mekanizmi të përbashkët kontrolli, në mënyrë që siguria e fëmijëve dhe familjeve të mos lihet në dorë të tregut.